Në korrikun e vitit 1998 në Rahovec, forcat serbe kryen një masakër ku vran mbi 40 persona. Në vendin e njohur si Përzhina, i cili ndodhet afër varrezave të qytetit, i groposën kufomat duke tentuar që të fshehin krimin që kishin bërë. Por në këtë lokacion, pas më shumë se 27 viteve, të mërkurën u rikthyen ngërmimet nga Instituti i Mjekësisë Ligjore e Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur. Të premten, ata edhe gjetën mbetje trupore të personit të dytë, i cili dyshohet të jetë në mesin e personave të zhdukur gjatë luftës. E numri tyre ka gjasa që të rritet. Është ardhur në përfundim që një numër i viktimave, përkatësisht personat të zhdukur, ka mundësi që ende janë të varrosur këtu, përkatësisht që nuk janë zhvarrosur gjatë punimeve në të kaluara. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël, por maksimum mund të jetë deri në 8. Në këtë lokacion, edhe sipas Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, ishin bërë disa herë gërmime. Fillimisht po flasim për verën në vitin 1999, pra në ditët e parë pas luftës ku ekipet gjermane kanë qenë këtë lokacion. Një gërmim që pastaj ka pasu nga ekipet mjekërigjore të administratës ose UNMIK-ut në vitin 2002 dhe së fundmi ka qenë në vitin 2007. Dhe në gjitha këto vlerësime ose gërmime nuk është arritur, po e them, të trajtohet tërësi hapësira e shënuar ose zona që ka qenë me interes këtë rast. Kërkesën për hetime në këtë lokacion e ka bërë Prokuroria Speciale. Së bashku me Mjekësinë Ligjore dhe Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur janë zhvilluar gërmimet në lokacionin në Rahovec me qëllim të identifikimit dhe verifikimit të dyshimeve nëse në varrezat masive në Rahovec ka mbetje shtrore. E pas gjetjes së këtyre mbetjeve mortore, përfaqësuesit e familjarëve të zhdukur gjatë luftës janë shprehur të emocionuar. Çdo lajm që i vije familjarëve është një shpresë, është një diçka ta quajmë mirë në të gjitha tragjedijat, fatkeqësitë e mëdha, mirë po në njëjtën kohë është edhe rëndë sepse hapen ato plagë të cilat vetë i kemi që 26 vite me radhë. Gjatë vitit 2025 janë bërë gërmime në 32 lokacione të ndryshme, ku janë gjetur 22 trupa, të cilët priten edhe të identifikohen.